Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Asnjë student shqiptar nuk është në mesin e 20 studentëve që fituan bursën studentore Boris Trajkovski nga ana e presidentes së Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova. Në apelin drejtuar studentëve, presidentja foli për faktin se shumica e të rinjve po largohen nga vendi pasi nuk u jepet mundësia e drejtë për avancim. Ndërkaq Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, studentëve që fituan bursën shtetërore u bëri me dije që prej tyre pritet forcimi i kapaciteteve institucionale dhe zhvillimit të vetë shtetit. Ajo kërkoi nga ata që të mos harrojnë se nga vinë në momentin kur të përfundojnë me sukses këto studime. Bursa për studentët me rezultate të larta Boris Trajkovski është një bursë financiare që kap shumën afërsisht 15.000 euro. Gjysmat e mjeteve sigurohen nga shteti, ndërkaq 50% tjetër sigurohet nga Kolegji City në Selanik. Në qeverinë e Maqedonisë së Veriut u nënshkruan kontratet e programit Vendpusim 2025, ku nga 6.045 aplikime u përzgjodhen 2.545 qytetar. Programi mbështet një fond rekord për 25 milion euro, 2 fish më shumë se vitin e kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Dyrmishi vuri në duke rëndësinë e sipërmarrësve të rinj për zhvillimin ekonomik lokal. Ai theksoi se në vitin 2026 të rinjt do të marrin mbështetje shtesë për integrim më të shpejtë në tregun e punës. Dyshimet për keq përdorime me rezerva shtetërore të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë vendosur në hetim dhe ish zëvendës ministrin e bujqësisë, një drejtor dhe 3 funksionar. Për këto hetime, policia ka ndërmarrë veprime në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike të Shkupit, Tetovës dhe Kumanovës. Sipas informacioneve të para, persona dyshohet se duke mos kryer detyrën e tyre zyrtare kanë mundsuar të fshihen nga rezervat e shtetit materiale, duke shkaktuar një dëm në buxhet për rreth 780.000 eurosh. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon sërish zgjedhjet parakohshme. Në kryetari i BDI-s Arber Ademi tha se duhet ketë zgjedhje pasi qytetarët janë ata që vendosin se kush duhet t'i përfaqësojë dhe ai vendim duhet të respektohet nga të gjithë. Sipas nënkryeitarit partisë më të madhe shqiptare në opozitë, fituesi duhet të jetë pjesë e organeve të vendimarrjes. Duhet t'i kthehet përsëri qytetarëve, duhet t'i kthehet përsëri mandati qytetarëve, në mënyrë që qytetarët sërish të vlerësojnë se kush do të jetë përfaqësuesi i tyre. Dhe ai vullneti i qytetarëve duhet të respektohet nga të gjithë, ama nga të gjithë. Me çfarë rast fituesi jo Bashkimi Demokratik për Integrim, por fituesi duhet të jetë pjesë e organeve të vendimarrjes, e veçanërisht atyre organeve të cilët dalin drejt për drejt nga vullneti i popullit. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mendu Thaçi, kritikon Albin Kurtin se po e përdor angazhimin e tij në Maqedoni për të fituar vota në Kosovë. Në intervistë për emisionin Klik Plus, Mendu Thaçi vlerëson se Albin Kurti synon vetëm performancë. Albin Kurti vetëm bën performancë të lejuar elektorale për të rritë poenat e tij në skenën politike në Kosovë. Thaçi komentoi vlenin si përfaqësuesi legjitim të shqiptarëve, por që sipas tij kjo nuk do të zgjasë shumë. Rajoni. Kosova përfshihet nga greva dhe protestat. Autobuset e trafikut urban rrethuan komunën e Prishtinës dhe qeverinë e Kosovës. Nga dita e hënë ata kanë ndërprerë qarkullimin si shkak i mospagesës. Ndonse përfaqësuesit e trafikut urban dhe operatorëve privat u takuan një ditë më parë me ministrin detyrë të financave Hekuran Murati, ende nuk ka marrëveshje. Punëtorët e Radio Televizionit Kosovës vazhdojnë grevën e përgjithshme për shkak të mosmarrjes së pagave. Ata kanë ndërprerë edicionet e lajmeve në orën 11:13. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka bërë të ditur se greva do të zhvillohet çdo ditë nga ora 11 deri në orën 13 me pezullimin e të gjitha punëve në çdo sektor. Sindikata sqaron se greva vjen si pasojë e mos ekzekutimit të pagave për pothuajse 2 muaj. Mjetet për RTK-n janë të ndara. Buxheti i RTK-s është i miratuar për vitin 2025, por siç e dim, me telashe me konstituim të kuvendit, me komision për buxhet të transfere, sepse RTK i përgjigjet direkt kuvendit Kosovës, ne kemi themelus kuvendin e Republikës së Kosovës, por mungesë të kuvendit ne i bëjmë thirrje kryeministrit që të ndërkyj menjëherë sepse situata nuk pret më. Edhe shoqata sindikale e Radio Kosovës ka njoftuar se punëtorët, duke filluar nga kjo e martë, do të organizojnë një grevë 2 orëshe për para ndërtesës së radios. Gjithashtu tek Radio Kosova, siç e dini, është edhe atje duke u zhvilluar për momentin një grevë e njëjtë. Ne sot në vend se të mblidhem dhe të flasim për zhvillimin, për reforma në institucionin ku punojmë me vite, ne duhet të flasim për diçka që është shumë elementare, si që është paga, dhe na vjen turp që vim në një pozitë që duhet kërkojmë paga tona.
Bashkimi Evropian kërkon sërish nga Kosova të krijojë një qeveri të qëndrueshme. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë gjatë samitit të paqes dhe demokracisë deklaroi se Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm, por për të ecur përpara duhet qeveri sa më shpejt të jetë e mundur. We need the government here as soon as possible. We need a partner. The European Union must remain encased, consistent and supportive. And we are. Our commitment to the region has deepened, not weakened. Na nevojitet një partner, Bashkimi Evropian duhet të mbetet i angazhuar, i qëndrueshëm dhe mbështetës. Dhe ne jemi, angazhimi ynë ndaj rajonit është thelluar, jo dobësuar. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në këtë rrugëtim, tha Orav. Thirrja e tij është dhe për rëndësinë e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si kusht për progresin drejt Unionit. European Union has been clear. Bashkimi Evropian ka qenë i qartë, përparimi varet jo vetëm nga reformat e brendshme, por dhe nga avancimi i dialogut të lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kjo kërkon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bilaterale, forcimin e institucioneve demokratike, mbrojtjen e lirisë së mediave, sigurimin e sundimit të ligjit dhe ruajtjen e karakterit shumë etnik të Kosovës. Këto nuk janë pengesa të vendosura nga Bashkimi Evropian, ato janë themele për një të ardhme të qëndrueshme dhe të begat, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë. They are foundations for a stable and prosperous future. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Betohet para presidentit të Republikës antar i ri gjykatës kushtetuese së Shqipërisë Asim Vokshi. Ai do të zëvendësojë Olta Zaçajn me mbarimin e mandatit. Bazuar në rezultatet e votimit të zhvilluar për zgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese, mbledhja e posaçme e gjyqtarëve të gjykatës së lartë vendosi zgjedhjen e zotit Asim Vokshi, antar të gjykatës kushtetuese, me mandat të plot 9 vjeçar. Ftojmë zotin Vokshi, pas leximit të formulës së betimit, me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Më herët gjykata e lartë shpalli fitues Asim Vokshin për zëvendësimin e Zaçajt, por rezultati u kundërshtua nga kandidatja tjetër, Naureda Llagami. Kjo e fundit pretendoi në gjykatën administrative dhe më pas të gjykatën kushtetuese se një votë e shpallur e pavlefshme i takonte asaj dhe rrjedhimisht e bënte atë gjyqtare kushtetuese. Me ikjen e Zaçajt, gjykata duhet të zgjedhë një kryetar të ri. Përkohësisht, institucioni i lartë i drejtësisë drejtohet nga nënkryetaria Marsida Xhaferllari. Mbyllja e çështjes së kozgjatjes së mandateve të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është një nga sfidat e institucionit më të lartë të drejtësisë. Apeli vjen nga kryetare e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj në momentet e dorëzimit të mandatit si antare dhe kryetare e kësaj gjykate. Në bilancin 3 vjeçar të punës, Zaçaj vlerësoi këtë moment si një prej sfidave më të rëndësishme për institucionin. Përsa ko mandati gjyqtarit të kushtetueses është i lidhur ngushtë me pavarësinë e vetë atij si kundërtet të kësaj gjykate, paqartësitë në këtë drejtim ndikojnë në funksionimin sistematik të institucionit, por dhe në aspektin personal të gjyqtarëve, apelon Olta Zaçaj. Fillon një tjetër procedim penal ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Regjistrimi i procedimit penal u bë me dije përmes një shkrese të nënshkruar nga prokurori SPAK Adnan Xholi dhe drejtuar Adriana Kalas në cilësinë e kallëzueses. Koordinatorja për mediat e SPAK konfirmoi autenticitetin e dokumentit, por nuk bëri me dije më shumë të dhëna për shkak të sekretit hetimor. Në shkresën e SPAK sqarohet se bazuar në kallëzimin e kryer nga Kalaja kundër Belinda Ballukut, Cenoklosi dhe personave të tjerë, është regjistruar procedimi penal numër 95 i vitit 2025. Po ashtu bëhet me dije se një material kallëzues shtesë është protokolluar më 16 shtator dhe është administruar në kuadër të këtij hetimi. Sipas SPAK, procedimi penal është në fazën e hetimeve paraprake. Ish kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha paraqiti deklaratën e sekretares përgjithshme të Partisë Popullore Europiane, Dolores Monserrat, ku sipas tij është dënuar ashpër situata në Shqipëri. Për kryetarin e Partisë Demokratike, drejtuesja e Partive Popullore Europiane e ka përshkruar vendin si një narkoshtet dhe ka ngritur shqetësimin për lidhjet të qeverisë shqiptare me kartelet e drogës. Lidhjet e të mërshme me kartelet e drogës të qeverisë shqiptare. Por përveç kësaj, si që jeni informuar, Asambleja e Përgjithshme e Internacionales Demokratët të Qendrës miratoi një rezolut të veçantë edhe për Shqipërinë. Në këtë rezolut thuhet se Shqipëria ka pasur një regres të thellë demokratik, shkrirjen e partisë në shtet, drejtësinë selektive dhe depërtimin sistemik të krimit të organizuar në strukturat politike dhe ekonomike
Berisha tha se kjo deklaratë përbën një qëndrim të qartë të partive popullore europiane ndaj zhvillimeve politike dhe kriminale në vend, ndërsa akuzoi qeverinë për kapjen e institucioneve dhe për shkallëzimin e trafikut të drogës. Kompania Turkish Airlines vendos të shesë të gjitha aksionet që zotëron në kompaninë shqiptare të fluturimeve Air Albania. Bordi Turkish Airlines njoftoi nëpërmjet një shpallje të shkurtër sot shiste aksionet e tij. Në Air Albania SHPK ku zotëron 49% të totalit të aksioneve, duke shtuar se çdo zhvillim i lidhur me këtë vendim do të ndajë me investitorët. Aksionerët e mbetur, MDN Investment dhe Alp Control tani përballen me detyrën e sigurimit të një investitori të ri, ndërsa Air Albania vazhdon të operojë me një flotë minimale. Dalja e Turkish Airlines nga ky partneritet vjen më njëherë pasi ra dakord të blinte deri në 27% të Air Europa, një veprim që synon zgjerimin e shtrirjes globale dhe hapjen e tregjeve të reja të turizmit dhe ngarkesave midis Turqisë dhe Amerikës Latine. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump vlerëson pozitivisht ecurinë e zhvillimeve për arritjen e një marrëveshje të paqes në Ukrainë pas propozimit të një plani 28 pikësh. A është vërtet e mundur që të bëhet përparim i madh për bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës? Mos e besoni derisa ta shihni, por diçka e mirë mund të jetë duke ndodhur. Zoti e bekoft Amerikën, shkruan Donald Trump në një postim në Truth Social. Pas takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe kreu delegacionit Ukrainës kanë vlerësuar se bisedimet kanë qenë shumë produktive. Merret presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se dhënia e territorit Ukrainas Rusisë është problemi kryesor për arritjen e një marrëveshje paqe. Sipas tij, kjo do të shënonte një precedent të rrezikshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se propozimi amerikan për paqe ka ndihmuar që Kievi dhe Washingtoni të afrohen drejt përfundimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Në intervistë për Radio Europa Lir nga selia e Aleancës në Bruksel më 24 nëntor, Rutte përshkroi si shumë të suksesshëm raundin e bisedimeve të zhvilluara gjatë fundjavës për propozimin e Washingtonit. Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday in the meeting in Geneva, that as a basis, it helped to bring Ukraine and the US very close on the way forward. Plani publikuar nga disa media ndezi alarmi në disa kryeqytete europiane me disa që quajtën atë si listë dëshirash të Kremlinit. Franca nënvizon rolin që duhet të ketë Europa si palë në bisedimet për arritjen e paqes. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi në një intervistë se u takon europianëve të vendosin se si t'i përdorin asetet e ngrira ruse të cilat Donald Trump po i propozon si pjesë e planit të tij për të investuar në projekte të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rindërtuar Ukrainën. Sipas Macron, presidenti rus Vladimir Putin nuk dëshiron të japë fund luftës, pasi sot ai vazhdon të vrasë civil dhe të shkatrojë në mënyrë metodike gjithçka që lidhet me energjinë elektrike dhe të zhys popullsinë në të ftohtë dhe errësirë. Moska intensifikon sulmet ndaj Ukrainës. Forcat ruse nisën një sulm të kombinuar ajror kundër Ukrainës duke përdorur raketa krujz dhe balistike si dhe dron sulmi. Të paktën 4 persona janë vrarë në një sulm rus në një lagje të Kievit. Sipas kreut të administratës ushtarake të qytetit, edhe një ndërtesë nëntkatëshe u godit gjithashtu, ndërsa zjarret në katet e sipërme janë shuar dhe po punohet për kërkimin e viktimave të mundshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.